podcast është vetëm për të rritur. Mirë, po gruaja po më thot nuk du më pas këtij fëmijë tjetër, sepse është trupi im dhe unë vendos për trupin tim. Jo, ju jeni të dy bashkë. Trupin tatë e kishe derisa si e martu. U martove. Tani është trupi jot dhe trupi i burrit. Unë jam Blen Bushi. Kush i blen lirat e Blen Blushit? I blen Bushi. Blen Bushi. Vetëm të deklaratat e fuqishme që në moshën 16 vjeçare ke kaluar një përdunim. Ke ende Përdonim shumë të bukur. Kam kaluar një përdonim shumë të bukur. Besoj që mund të ketë në një lokal sot në Shqipëri që të bëjë 2000 kafe në ditë. Vetëm lokali i këtij. Çdo gjë është e rëndësishme në jetë derisa smuesh. Pastaj e kupton që gjatë gjithë kohës vetëm një gjë ka pasur për herë rëndësi dhe ai është shëndeti. Bëjmë shaka se është podcasti Çfarë shëndetkari. Që do shëndeti kur s'ke podcasti. Kur je në spital shumë kollaj mund të dëgjosh podcastin dhe të ndihesh më mirë. Në falenderoj duke abonuar në Patreon sepse vodka shkon me limon dhe ujë kuqime në ndërron, por zakoni se harron. On. Që podcasti. Lucifer, ti natën e bën ditë, ditën e bën terë. Që ka për të bërë podcast kjo, për Jesa. Kështu shpikën gjona dhe, a kupten, duke duke diskutuar. E gjini keni dan provit një voleni këto kanga. Mirë për shakrit, mirë. Jo. A keni mirë? Mira, nda kena. Shqyqyr. Qa bonet mërë si janë ndjekësit? Ndjekësit janë mirë për shakrit, më të mirët në boti kredi kena në ndjekësit më të mira. Sa të mirë që kemë. Shumë të mirë, më vërtet. Jeni ndjekësit më të mirë që ekzistojnë, jeni ndjekësit që më shkrini fare me batullat që bëni, për efton të shohësh faqen tonë në Instagram, gjithë mendojnë që jam unë, por nuk ka lidhje, aty jeni gjithë ju, unë postoj gjithë kohës ato që ju më shkruani dhe normalisht. Dhe jem duke qesh për ne postoj. Qartë si pidhin dasëm apo? Si pidhin ke prima dasmës. Qartë. Qartë se me dur në xhepa. Apo si karin lom. Loni. Ma me që është lëmi për fëtë? Ke lëmi, aty lëmi është ai vendi ku mes fshatit ose, ha? Është një vend si pak më ngritur, kështu mes asaj kodrës. Që shohësh në perëndim dielli këtu. Jo, si ishte vetëm për atë, ishte edhe për rastin kur thotë ai qifsha themun lëm. Ishte për këtë rast e rimës. Po, që të bëj rima, qifsha themun lëm. Lëm, në shkallë djere. Ose tem pjosa lëm. Tem pjosa. Oh, salam. Po pak frëngjisht sot i brenda. Salam qyteti. Shifja një komedian plagoj ishte vërtet ishte kapur gjuhën franceze plagoj, po thoshte pse duhet gjuha franceze dhe ka më shumë shkronja një fjalë se realisht ka nevojë të ketë. Për shembull, fjala Bordeaux plagoj. Ka shkruhet Bordeaux, më duhet. Bordeaux. Tani thjesht është Bordeaux, burr, ti je Bordeaux. Thjesht duhet të bësh A-U-Z. Që janë 4 shkronja plagoj që nuk bëjnë asnjë gjë atë, ose fjala tha ai po kapi fal me fjalën E-A-U, domethënë që është O de toilet, e kupton? Edhe ai në fakt e tha në anglisht O, e tha thjesht i O. Po e tha anglisht në anglisht O-ja është O. E tha, ata i thon tha një shkronjë, do një zanor që ka O, e thon E-A-U, që nga si nga këto është një O, tha, e kupton? Sepse ai pak të prëngjisht në kapin e të fjalë, pa edhe kape qik atë kinesian. Kape qik mandarinë. Kinesian është easy fare, ka mandarinë, ka portokallin. Kape. Si kam të vërtetë se nuk e mosh më tani. Ajo për ne thonë që si më thënë, mosha më e mirë për të mësuar gjuhët është kur je i vogël akoma, që je shkape. Kinesia duket e vështirë, po s'është e vështirë, valla. Shesheni është easy fare më. Po, ose Pekin, ose Hong Kong. Ma të mësëm këndo këngët e që digjon atje. Digjon në korean që atë është digjon. Ta jashe, Mao Zedong. Mao Zedong, si që ka korean që.
Nuk ka kinez, tregoj një kinez, nuk ka kinez se di këtë këngën. Kjo është kënga e madhe e Macedonit. E di sa është kinezi më i madh për vetëm? Me kinezi më i madh ka qinon në vet. Apo ja është kuqi. Ja, është kuqi. Kuqi më i kuq apo kuqi më i mirë? Kuqi më i kuq. I kuq fare. Kuqi ka i hoq. I kuq. Çfarë kuqi ka? Kuq nga ata. Nga ata që edhe turprohet apo. Çka ke bërë më? Pse ke faqet e kuqit? Kam qenë në nënën time. Prandaj. Atë do të vim këtë tabela nderit si kuqi më i mirë. Kështu funksionon. Po, që kuqi më i mirë, po. Kam një pyetje tjetër për ty profesor. Kuqi më i mirë është ai apo? Si ka Ed Sheeran. Po, nuk thash kuqi më i shumtuar. Apo se kuqi më i talentuar. Tregon që pas ka kuq të bukur. Normal që ka gjithmonë do ketë të jetë toka. Sa të jetë toka dhe planeti. Nëse kuq nuk kemi asgjë plak ose kemi shumë djegës kuq që thonë, unë nuk kam qenë në time, kam shumë mesazhe që më vijnë. Edhe sa për ta bërë. Çfarë thon? Kuptojmë që unë s'kam qenë në time. Nuk e besoj, kodë, imagjino ti pra, nuk e besoj. Nona ati e qime para mrapa. Nga kush? Nga kuqi më i mirë. Po. Nëse në njëherë plakë kuqi më i mirë nga dronë, nëse nuk ka rëndësi të realizohet po kësaj, po ishte një pyetje për ty. Sa fëmijë ka mandin e shtullës për vetëm? 15. 11. Përgjigje kështu në kod me ai sa mund mendosh ti se kam, ose këto kod se është pyetje më e mirë, një pyetje më e mirë do ishte sa mama fëmijësh ka? Baby mama. Edhe kjo është një pyetje që do vinte më asaj pyetje. Thuaj, sa fëmijë ka? Nuk e di plako, po ka 3 goca plako. 3 goca. Dhe 6 shuna. 5 shuna. Jo. Po, kishte 9 fëmijë, shikoj me taksi, nuk e gjen. Po, dhe 2. Mama për shembull kur mendoj gjithë jetën tënde, e thotë, a është momenti i përshtatshëm për të bërë fëmijë? Edhe thotë, jo, nuk është. Pa leçi kur më vonë. Po. Kurse mendoj se është me parimin, a është ky momenti vetëm mos më bëj fëmijë? Është ky momenti i përshtatshëm që mos më bëj fëmijë me gruan që kam në shtëpi? Po ta bëjmë me dikë tjetër. Sa ai s'kishte kurrë me këtë pjellin që kam këtu. Me këtë pjellin. A ja vlen me lënë me barkët? Po patjetër që ja vlen, pse mos ma lën. Siç kam pasi fjalë të plak që më intrigonte shumë. E kam dëshirë që ta shpjegosh si më ai sa Enrique. Kila vava. Jo, qivaro. Kile gazure. Çë konteksti përdore? Kush më? Gazure. Gazure. Gazure plako është ka një X brenda plako, ka një Z brenda. Ta them unë ç'është. A do më ta dish? Gazure plako realisht vjen nga Kawasaki plako bënte motorra, edhe i vite emrin. E kupton? Edhe emri në herë ishte Kawasaki Ninja. Ka qenë shumë Honda ZBR, ka qenë dhe Ducati Gazur. Gazur ka qenë domethënë model i Aprilia Gazur. Ka qenë lloj modeli, një lloj serie. Modeli. Po. Një model ka qenë. Po siç e kanë njerëzit pastaj që marrin modelin dhe bëjnë pjesë të jetës tyre, për shembull, do të shi stil breshke. Kur nuk e se ka një stil special breshka. Kupton? Nga dalë. Breshka do të thotë për shembull, një fëmijë plako i pastërvitur që ka mësuar si stilin e qenit për shembull në seks. Thotë për shembull, stili i qenit do të shimë stil qeni. Nëse shef një breshkë që ka hyrë breshkës tjetër, ç'të mendoj? Do mendoj që breshka po qi breshkën tjetër me stil qeni apo jo? Po, e vërtetë. Kush ai s'është stili i vërtetë vetëm i qenit, stili i qenit është Ariu. E di ti si Ariu plako. Si Ariu. Çfarë thotë? O bla, Ariu ka. Ai ri. Jo as Ariu, tash Ariu. As Ariu shi. As ri. Si Ariu. Se ti as Ariu. Ariu, si Ariu. Po pse si Ariu? Po çemi është Ariu qinkom, qiull, qimrapç, qiparç, qimpev. Ke pati Ariu që qimpem? Kam pa unë. Jo. Didi si Ariu. Edhe pyetja ime është, po pse nuk i shi Ariu? Pse si Ariu? Ariu i qi vla. Nuk ka gjë që Ariu nuk mund të qi. Nuk tjetë një kapshet më të qishme më. Përveç Ariut dhe sofra e Ariut,
Që vallaj. Mamen. Ario ka pas qira ke sofra Ario të vërtet. Të sofra Galio, falja që. Filloj me filma. Po profeta, i gjë që ka pas që të sudjet mon, ishte kur më qoshin të vogël ke sofra Ario, ose që ishin këto vëndet që mashin që nej. Qira, sa lek pas keni pasur, kur shofshit vogël ke sofra Ario. Po sa ma gjeti ma si tunat baba. Baba kuq, ka falit. Baba kuq po. Edhe shika Ariu normalisht gëzohesh, po tash me kalimin e kohës e shoh në lloj tjetër perspektive dhe them një sekondë kur ai shkreti Ariu s'kishte bukë me hongër, ishte i thatë, ishte i dobët, vetëm çakar ushin, ishte i mbyll plako aty e shifshin gjithë, tash i ka gjithë hongër të pi Ariu rrit aty me i vend krus. Po Ari ti e vari karin, më men që i thoshte ndonjëherë. Po. Ti si Ariu. Ti si Ari ti, vetëm Arisje. E bullizoni me atë gjitha anët, po në vite i natë, si që shoh tash, më plakun tim që gëzonte atëherë kur e shifte, ose thoshte. Që ndodhi më erdhe në ufët e rëndyn. Ufët. Profeti është alien. Më falni se erdhe në ufët. Profeti më një e ka qi alienët, valide. Mo. Profeti më të mirë. Po. Në vite i natë tash me plakun tim që gëzonte në atë kohë, kur shifte ato kafshë, kështu shive. E nuk ishte atë lloj dëmshurie që kam unë këtë moshë, që them është 30 vjeç e plakës e gjinohu. Ato ishin si kafshë, po ta mendosh vetë. Po, shiko, mendoj që njeriu e shef gjën tjetër si veten e tij. Ti e shef Ariun sot si një person në mes të jetës së tij. Që në komë dhe që në pemë, po e vërtet. Jo, shef shumë si një mezzo burr që s'ka terezi e vërdori aty do bëj dhe palaço. Pa i ka le ti në shtëpi apo. Si kishte ai që kishte, më ai personazhi publik që kishte qirë në pemë. Himloti. Limhoti, po. Limloti. Himloti. Nese, profeto. Loti shpejt. Himloti shpejt, se kërën këto që, dhe kësë nuk ka një fjallë të më shqip, në vërtet. Himloti shpejt letra që kishin ranë shesh. Himloti dhe i futi me një katire, e himloti më qeli ki kashune. Varika. Nese. Fillojmë këtë podcast me një person që në kështë munguar. Kam një fëmijë dhe jam duke pritur. Kam një fëmijë dhe një jam duke e pritur, mashallah. Mirë po gruaja po më thot nuk du më pas këtij fëmijë tjetër, sepse është trupi im dhe unë vendos për trupin tim. Jo, ju jeni të dy bashkë. Trupin tatë e kishe derisa si e martu. U martove. Tani është trupi jot dhe trupi burrit. Është një se kur thot ty burrit, gjatë disi është puna, nuk do të bëjmë më marrëdhënie seksuale. Se harxoj energji. Është trupi. E kena boja këtë nduket, po ishte për të bërë prapë. Se harxoj energji e për. E këthoti, se burri është si makineri luftë se gjatë seksit. Vetëm ai harxon energji. Po. Diti për sa kalori harxon femra dhe meshkulli gjatë marrëdhënies për shembull, po themi mesatarisht. Sot që kanë vetëm për pyetje. 700 kalori. Po femra 550. I ke ranë kohë. Po. Dhe më thënë diku ke 1.2 herë më shumë harxon të burri. Nuk se ishën e gjema. Si sa është keq. E kupton apo se kupton? E kuptoj shumë mirë. Tani kemi tjetër me. Nëse. Trupi jot profetet e gjithë trupi. Trupi me va fjalë më thënë që sa ai s'do më bë më fëmijë, është trupi i saj, pra mund ta qini me zor gron. S'ka ndonjë problem. I bën pyetje këtij që ka 11 fëmijë apo? Që nuk është se është kujdes shumë për trupin e. E ke pyet deri grun, si më pyet grun, s'po marr vesh. Se do të pyes grun për trupin tim. Kur e rrasete gjonë zet mrena. Do t'i aja. Se kur në zet, nxjerr kalamo, çfarë ku problemi ka këtu s'po marr vesh, nëse dëgjoni. Po, nëse. Kam një fëmijë dhe jam duke pritur. Njëta kjo. Mos po pret në gjë tjetër. Të tregoj rastin e një njerëz që ka diskredituar dikur Ahmet Kalaja, ka pas qenë një muslimane me perçe, e kishte emrin Merieme Lumi. Tani plako ka heq perçen, Nderumja. Diskredituar se i merrte lek njerëzve gjasmë për t'i dhënë sura të sigurta. Tani ka heq perçe plako, ka dhënë me kaçorila, ka dalë gjithë ajo gru.
Edhe thotë nuk do njihet më me emrin Meriem Lumi, se Meriem është emri Maria në gjuhën muslimane. Në Islam, po do një me emrin që më ka vënë gjyshja ime tha Maria. Por jam akoma muslimane. Po, dhe kjo i solli shok të madh sepse shumë rrallë shohim vajza që e heqin shamin, e kupton? Kjo është nga të parët në Shqipëri që ka një shamin, dëgjoj. Po që vazhdon të jetë muslimane sipas saj. Përshëndetje njerëz. Unë jam Maria. Dhe emri Maria është emri që më ka vendosur gjyshja ime. Ndërsa emri Meriem Lumi ka qenë emri pasion në fota në Islam. A do të thotë kjo që unë jam kthyer e krishterë? Jo, nuk jam kthyer e krishterë. Dhe arsyeja pse ju më shihni në këtë gjendje, do mundohem që ta shpjegoj sa më shkurt dhe Zotën e kam dëshmitar me shumë sinqeritet edhe me shumë zemër të hapur. Unë nuk jam këtu as për të kritikuar kënd për gjërat që kanë ndodhur vjet. Kënd. Unë kam bindje dhe besim që secili flet ashtu siç e ndjen ai më mirë, ashtu siç e bën atë të ndjehet më mirë. Nëse dikush e ka ndier veten që është mbrojtësi i fesë apo e ka për detyrë i lumt, domethënë nuk ka asgjë të keqe në këtë gjë. Por se për mua, si person, situata që ka ndodhur vjet, ka qenë për mua gjëja më e vështirë që kam kaluar ndonjëherë në jetën time. Gjëja e cila mua më ka bërë që jo vetëm të rënohet realiteti rreth rrotull meje, por se të rënohen ato 24 vite investim nga ana ime në fen islame. Kam menduar se Meriem, nxirre. Meriem e ka marrë çik me Terezie, por më tash. Po ora është në podcastin e vet kjo, çfarë është? Po, është në podcastin. Mund ta lëmë kaq, po ideja është që Meriemja plago pati goditje të madhe atëherë se sul Ahmet Kalaja dhe shumë tjerë, çfarë kjo mashtruese më kështu, kështu di që kanë ardhur në kërcënim me gjë. Se kjo merrte në 200 eurosh në një herë plago për të dhënë një lutje që ti të bëje fëmijë, në një herë thoshte për shembull që Perçja nuk është në Islam ose vrit mendjen, ose ka thonë gjë, se ka thonë gjë ai profeti. Do fillon to interpretime si mund ta bëj çdo njeri. Ca interpretime ndryshe nga Merimi. Merimi që ka e guximshëm po ta marrësh, se nuk është se janë. Po, edhe ka dash me janë ujë pa dëm pret aty. Patjetër. Ahmeti, mos e shih Ahmetin kështu ti që ta hanë mishin ai të gri. E drejt. Tani kemi Xhibanin plago që ishte ftuar ke një emision. Xhibani ka mbetur në ashensor me Noizin. Çfarë mendon dhe çfarë i thua? Nga që është i pa bezë, do më kishte gjujt i pari dhe sigurisht mbasi të më gjunte do ta gjuja edhe unë. Nuk e di kush do fitonte, ka shumë mundësi nga që është më i stërvitur se unë mund të fitonte, po është i pa bezë ai quni. Ai quni, e si pa bezë, ai quni. E si pa bezë, ai quni. Akoma me grushta u. E kupton që po mendon kjo plagë, është 45 vjeç. Po zgjidhet me grushta me Noizin se kanë ngel në ashensor dhe është i pa bezë, do i gjuje. Vetëm shif për çfarë përdorin shqiptarët e parë nuk bëri përshtypje fare. Se për çfarë përdorin shqiptarët AI-n. Këta kanë dhënë një foto të këtij me Noizit në ashensor. Me që kanë gjetur një program plago që i bën këto dhe ata thonë ti me Noizin këtu në ashensor. Shqiptarët nëse do ta bëjmë bene AI-n shumë shpejt plago se po merr dhe me këtë mohabete, po mendoja që kjo po çmë don mendja e këtij 50 vjeçarit gati. Ai do ju i pari. Po. Dhe me shumë mundësi ai është me stërvitur, do më rrafi mua thot, po s'ka gjë, ai ishi pa besa i çuni. Mund dalim edhe barazim. Po. Nuk do kishte arrit derisa të mbesnim vetëm në ashensor, pa drita sepse do kishte godit i pari. Pa i bë asgjë. Ti në ashensor me getoarin. Se kuptoj pse do të ishte pa drita, nuk do kishte prit derisa të ishim vetëm në ashensor pa drita. Pa drita ai tha, se ashensor tha. Se që ka bes. Drita do qiheni në ashensor. I ka prej ato telat e dritave të ashensorit, se që ka bes. I ka hongër mini, po. Mini. Po nëse i thon këta je me getoarin. Pret që të vinë dritat, shumë çuniges shumë. Okej, shumë çuniges. Ai vetmi arsye sepse domethënë nuk ngacmoj me vargje me gjëra me tjetër sepse kam respekt vllazëror për menaxherin e vet.
Vllazëror, po ka një menaxher që unë e du shumë, e kam shumë respekt. Se do më beda. Do të ngacmoj me vargje. Sepse Kemi arritur profesor. Ka ngel në kone aty reperave që nëse bëshin disë një tjetër me vargje. Ka qenë kohë më e mirë atëherë plak. Po. Me vërtet. Se po ti shfrynte në vargje ky do kishte nevojë të bote këtë gjë tu në studio, e kupton? Se do thoshte gjë konga më plak, e kam thonë të gjitha ke konga. Bani thosh në herë duhet ta derdhësh në vargje që të vish kështu si më i kthjellët. Shumë e drejtë, ja, shiva kë. I pa derdhë. Është shumë çuni keq. Pra shumë çuni keq. Çuni keq. Noizi pa bes, gitare djeli keq. Kemi dhe herë Hoxhën. Në momentin time me burrin tim ai më flet për femrat e tjera, më kërkon të jem dikush tjetër dhe më thot gjëra që më ofendojnë ose më rëndojnë në shpirt. Po si mund të thosh gjithë gjëra ose më thot gjëra që më lëndojnë në shpirt. Çfarë janë gjëra që të lëndojnë në shpirt? Ju ngret fakt Hoxhës. Thot që do ta fus karin ke prima byllës. Çfarë thot tamam, thy tamam çfarë thot. Që se të flet në herë pisët është kështu të kjera sisteme. Po. Me kriju e qik një ambient ndryshe. Ai nuk flet. Ai kujtohet se thot pjellsat. Ai nuk flet më pjellsat. Jo pjellsat do. Po them që nuk çfarë thot? Çfarë thot? Jam kurioz. A mund të më çoni letër tjetër, i lutem? Nuk e di. Ai thot sa i thot ndoshta të bëj role play, thon vishu kështu, vishu ashtu. Ai thot jam i kurva ime, am i infermiera ime kurv. Ka ardhur me ushqie? Kodë. Ai e vërsi infermier. Ose sot do vish si jo besimtare i që përgjë. Po, sot do vishë si kurv jo besimtare. Okej, të zhvishim. Ti do vishë sot si besimtare kurv apo si jo besimtare e ndershme po që je pa perçe. Po. Ose sot do vishë si një krishtere. Dhe që këtë kryqin, qiva më rovi një krishtere, këtë do hapë njëzër bëllësh ke shovë. Që, thoshte, ti e zotim, ti e Kristi im, Kristi unë gjallë, këtë e kështë të në dhe frazët që të thoshte. Po, Kristi unë gjallë, se nuk thoshte Kristi, Kristi. Kristi. Gjë që mua më bën të kuptoj se ai dëshiron të tjera. Gjë që mua më bën të kuptoj që ai dëshiron të tjera, kot. Ai po bën role play me ty, po i bën të gjitha me ty, bla. Kjo më bën të kuptoj. Ç'është kjo role play bla në botën e tyre, ç'pëtallësh si. Ai thotë të haj pidhin Berta. Kush është Berta? La dea de la gamba aperta. Ai le të vazhdoj, pela. No. Kam frikë të ndërpres në atë moment marrëdhënien time sepse kam frikë se mos e humb hakun e tij. Por fakt hakun, çfarë më thonë? Unë thash të thotë kam frikë se ndërpres marrëdhënien seksuale dhe ai më rref. Kjo thotë kam frikë se ndërpres marrëdhënien intime, thotë. Dhe i ha hakun e tij. Ja hakun. Ja harrakun. Ja harrakun ja hani apo edhe hakun ja han. Po hakun s'u marrin vesh çe hakun. Po plak, si mund të lesh punën për gjysmë apo? Tamam ja ke hongër hakun. Nuk i le. Edhe kërkosh nesër. Edhe kërkosh nesër atë që le për gjysmë mbrëm do ta bëj sot. Unë sot do të le për nesër, thot popull. Bie që kanë të realitet. Çama? Bie që kanë të realitet. Bie herë sa të dëgjoj. Kjo gjë më streson dhe ndihem në angë. Sa herë që më kërkon, sepse e di që ai pastaj kështu do të sillet dhe pas kësaj unë ndihem keq. A lejohet kjo gjë në Islam dhe si duhet sillet? Jo, nuk lejohet. Ky duhet të shkojë psikiatri ose tek psikologu, jo tek psikologu. Si po vizë një mirë ato terma. Ti do të shkoj psikiatri, jo ke psikologu. Joni ke ka i kasapi lagjes. Po ka homologu, ti ku shkon? Ku shkon ka homologu? Ato gejta. Shkon ke homologu. Po, shkon ke psikologu, ato shkon ke homologu. S'ka në gjë, qunë mashkull me mashkull. Logje me mashkull. Si ta the mund t'i profeto, a futet spina ke priza? Futet. A futet spina ke spina? Ka. Për një që gjo zote ka bo mashkull femër. Po plasi ato, ple që më shpikoni mua atërë që e dagu se këtë gjëre që janë... Femna është mashkull është femër, po. E se qale ka kjo të një plako, i hangë i hako. Kjo është sharan, kjo të sharam të zëtë bo. Se li që hako. Mashkull i borë, duhet
të çu tek psikologu, që ta ose tek si quhet ato hipnozisti, tek një hipnozist që t'ja kuroj këtë smundjen që ka ky në trup. Pa pritur hipnozist që ka jo, që funksionon ka. Që ka diçka. Dhe jo mashtrim për hoxhën. Ose një tip jo është tregan që jemi ne, por një tip magjistari. Gjini. Me ne pill të humbur. Me ne dero pilli të humbur. Nëse për pill të humbur, po. Nëse, tash i dëgjojmë edhe herë. Që t'ja çmontoj ato filmat e këqij dhe fotot e këqija që ka fut në sistemin qendror menaxhimit të njeriu, edhe t'ja ndroj me foto. Sistemi qendror të menaxhimit të njeriu. Nuk e di plagë, po si shohin edhe tjerë. Më fal, çe ka ndodh djali tim ke sistemi qendror i menaxhimit të njeriu. Po thutroi. Po thutroi më plak. Jo, ai sistemi qendror i menaxhimit të njeriu. A ke sistem menaxhimit të njeriu të trurit njeriu, trupit njeriu në kokë? Po ai sistem do menaxhu. Se gjithë kanë një sistem për vetë, po do menaxhu. Ky ka mentanxhere me sistemin e tij. Mentanxheri me të tjera. Të ndroj me foto të gruzet. Këtë është figurative kjo fjala ime se historia që po them. Një hipnozist musliman i mirë mund hipnozist musliman i mirë. Çfarë thua? Si ta kërkoj plago, të lutem, se dua të futem tash në Google edhe dua të shkruaj diçka. Më kërkuam ne ku ke kartë vizite direkt hollash. Po qiera. Jo, se po kërkoj me vërtet hipnozist. Hipnozist musliman i mirë. S'ndela si gjë, po. Besëm thot a është hipnoza haram. S'ndela si gjë? S'ndela si gjë, po për të hyrë në gjë apo si? Është jam dela plagë, më del një pyetje, a është hipnoza haram në Islam? Po. Haram. Edhe është hipnoza halal, më jeni çfarë pyetje bën njerëzit këtu. Po si nuk ka qenë kështu plagë haram, harak. Për shembull që hakari, thënë? Po kur hakarin mbyll për shembull. Po pra, është haram kur hakar? Jo, nuk është haram kur është hakar. Hakar haram. Si haram? O do hash haram, do haram, se s'po morëm. Ram han shumë të programat e reja, po më është për vetë. Ë? Për shembull, sa ram ke di, kam 16 ram. Vogël e paske. Po, shumë vogël e ke. Shumë vogël. Nëse djo. Të bëj punë me të, një hipnozist musliman i mirë mund të bëj me të, ose një psikolog. Për ndryshe kjo gjë është e tmerrshme. I vuri me një peshore psikologu dhe hipnozistin musliman të mirë me një peshore për vetë. Shikoj aty. Me një kanar. Sazan. Oh, çfarë Sazani ai? Na tregoi diçka të re që gjua shqipe vazhdon të jetë besoj qendra e civilizimit dhe bërtama çdo gjuhë në botë. Brig, që lidh dua, ne kemi breg. Po. Edhe bregu tjetër breg, shumë është brigje. Atë ura që quhet brig në anglisht ka lidhur dy brege, dy brigje. Dy brega, po. Kemi fjalën Londër, që kur vajti themeltari i priti në Angli, gjeti me lagunë. Atë laguna Londra kishte lagunë të totë e lagu Kent. Dhe përpatu nga një tokë, terë, që quhet toka, terë ose land, që quhet ndarje e tokat me pyje, me land, ndaj quhet England. Prandaj quhen lande komunitetet në Gjermani, Finlandia, janë land. Në Gjermani, lande që kanë komunitete, nuk që kanë shtete, që kanë komunitete nëse. Që toka ishte pyll, s'kishe shumë njerëz atëherë. Dhe për kaluar nga një land, se nga një terë, që është terë i ta, në një terë tjetër, në këtë lagun, kalonte me Londër, prandaj quhet Londër. Qeshe gazetarët e të gazetarët të qesh me Londër, po. Kalonte me Londër, Po. Besoj se gazetarët plako kur marrin këto tipat, marrin këto gjenitet në intervista, thjesht do kalojnë kohën dhe thotë për shembull këto flasin ose bëjë si pyetje dhe do ta shtyj sot dhe ditë pushimin do thënë. Është Londra, po. Londra. Na tregoni këtë gjë. Gazetarët piçojnë çik. Unë dhe jemi Thjamis, sepse Thjamis është lumi i Çamërit. Lumi Thames, lumi Thames plako që kanë ajo Londra në mes, kërës? Thjamis, ke shiura. Thjamis, pra.
Tiamis, se dua. Kaltapultas. Që ka thënë Olta Gixhari çunin duket Tiamis. Po, gjë. Që thanë, si janë lumenjë malor, që thanë dhe mbët mis. Tiamis nga mori emrin Qamis, që sot quhet Kalamata, Kalema, që quhet sot nga Leqisja, që edhe Kalem është Kalem, Shqip pra, Kalem, Filiz. Shqip pra, po normalisht Shqip pra, po tjetër Filiz, Kalem. Ullin të bull, Kalamatat. Po, Kalamata ullin, që i kanë ma ata, i mbanin ata, do të thënë, ma ata. Që i keqie, bur, i ke greqie. Kush i ka majtë këto kalamat? Kalamata, i majnë ata. Merë nga Shqipja, apo jo. Po, normal. Po ti mashim ne? Ja, po ti majmë ne, i majnë ata, që është Kalamata. Kalanema. Ose kush janë kara tu, Kalamata. Ne koka. Kalamata, jo ne. Po, drejt. Ne koka shkence. Kalamata. Kalemi. Që ne shkojmë atë që shkojmë që bëjmë anë kalemin që shkojmë. Pra, që arë Shqipe? Që të të libetim. Si notat e një piano që ndërtojmë dhe bëjmë, si notat bëjnë këngë dhe ju arë Shqipe ndërtojnë dhe shpjegohen gjuhë të botës. Faleminderit. Eksakt. Si notat. Faleminderit. Nota, 7 nota që bëjnë. E ta falenderit Interesante plago, që ky vazhdon bën libra, e kupton se kjo është ai. Edhe ne vazhdojmë blejmë, se edhe kjo duhet të them. Po. Dhe një tjetër sa lek beson se humb me libra ky që prodhon gjithë ato libra. Megjithëse kopje mund të prodhoj ditën e parë që e thotë. Nuk e di. Bëj 300.000 kopje. Kontrovers doli Ben Blushi, quhet Unë jam musliman. Nuk e di e dëgjove. Unë jam musliman dhe ishin shitur gjitha kopjet. Detyruat të pranoi librin të merrte. Çu thon gjithë, se janë shitur gjitha. Po sa kopje kishe bërë? 200 kopje. Sa kopje kishe bërë? 200 kopje. Vlak, gjërat bëjnë avash, se dhe këto shtëpitë botuese kanë atë rendimentin e vet. Mund të egzagerojnë tash. Po beno, çfarë? Kush blen këtu? Blen Bushi, thos ti, kota. Unë jam Blen Bushi. Kush i blen librat e Ben Blushit? I blen Bushi. Blen Bushi. Ua, lot. Rita se këtë bo start. Dhe adrola dushi, po, valgjit, nesë. Qëllë është kjo libri kontroversi Ben Blushit, që ka iki që nga tru dhe kokës, kjo në pashi kështu si në intervist të kë madhja Arbana. Pashi, shka, së më duk mirë. I kise momentin e ti negative. Negativa momento ricevuto. Normal, erdi iku. Të shkim të në story se kjo djetë e modhe kjo. Si ishte kjo dhe? Kush i blen... Po e patë të story në dje që është bërë live. Kush i blen librat e Ben Blushit? I blen Bushi. Blen Bushi. Lot, e kena i qesh me lot për të një ka. Qa të thoshte? Kemi tjetër. Nëse të thashtë të plisi për librin Unë jam musliman, ka ishte. Po, libri Unë jam musliman, ai ka dhënë disa këndvështrime plagë, domethënë që për të ndarë muslimanët dhe islamikët. Islamikët janë këto radikalet, kurse muslimani është një person që feston dhe vitin e ri, që respekton Skënderbeun, që është shqiptar në vetvete. Kupton? Ka gjithë një respektues ai për t'i folë çik masës edhe për të shitur librin e tij normalisht. Nëse kemi një Roberta Lia. Që kemi më? Thoj pak, do më lejosh? Lejo qa dush. Okej. Vetëm me dorë. Jo, pa me rak, me fjale kam unë. Ke bërë një deklarat, mbetemi të deklaratat e fuqishme që në moshën 16 vjeçare ke kaluar një përdhunim. Ke ende përdhunim shumë të bukur. Kam kaluar një përdhunim shumë të bukur, thotë. 16 vjeç këtë ka përdhunuar dikush. Ishte një pjedh mami. Mami e madhe kështu në mosh, po. Dhe atë zgjodhi Berti. Thot një përdhunim shumë të bukur. Zgjodhi Berti atëherë ishte me flokgjata kaçorrela derge bytha. Po normalisht me dhëmbët rruaz, flakë me syt gurkali. Po,
nga ato që të shponin Po, zemrat. sy të mëdhej herë që ato syzet e vogla që vesh tani nuk kërë se ja mbanin dot dhe kishte edhe thonjë të plaku kishte çik më të gjatë dhe të lyra me ngjyrë më të hapur, jo të errët. Jo, në një ngjyrë normale, siç marrin njerëzit e burr që i marrin palyme. Po. Ngjyrë mishi, gati. Po ta them mish. Po, mesh se nëse ke jesh, nesa. Po, edhe më shpjegoj pak edhe për ardhen e emrit me mish, se jam kurioz për këtë si mendon. Emri me mish. Me mish? Ai ka, e kupton? Emri me mish. Po, mbjemi me mish në ato plaku. Ku ishe? Jo, nuk është mbjemër, është emër. Me mish. Jo, është mbjemër, por filan me mishi. Dhe ka qenë se edhe me mish. Ai zgjoi mëngjes me mishin, flinte me mishin. Po aty ishte kasap. Domos sa kasap një, dhe rasti tjetër ishte kur ai plaku ishte i shnosh. Me kë ishte me mishin. Ishte me mishin. Po me mishin. Me mishin? Jo, me mishin. Vetëm si lagorisha apo i vesh, domethënë se ky ishte komunikimin atëherë. Mishi po, lagorishi jo. Lagorishi natës jo. Okej, vazhdojmë ke pilli që ka përdonuar zotin Aliaj. Ta një përdonim i bukur, pra ky e mban mend si përdonim të bukur. Shumë e ka shijuar. Lopthi, vetëm mund të them vetëm ka lopthi, gypsi. Gypsi. Ishte një përdonim shumë të bukur. Shpjegoja gocave. Gocat po qeshin, ai bukur që përdonim. Pas ka qenë i bukur atë mund ta flasim. Një artist e ktheu dhe një përdonim për një akt kaq makabër ktheu një gjë të bukur. Bravo. Po. Domethënë kjo nuk ka lënë trauma që ti vishe kështu si rrotkare tani për shembull në 40 apo jo. Ishte si pjell, më pak keq e pjellin. Po pra, ishte më sa. Mos ka për shembull ai personi që ka përdonuar ka i bukur, lezetshëm, i ka pasur një zi edhe mandë i shkop. Edhe ka qenë kështu si saldator, mos ka qenë saldator. Të je një saldatore? Në dhe se që ka qenë pjellë sigurt me sa. Ose meqense pas ka qenë pjellë, mos ka qenë saldatrice. Nëse si e ke qenë saldatrishën? Si do të skuq saldatrishën? Mos ka qenë kështu me këto si këto syze që janë kështu si brima bythe vogla. Mos kanë lidhje direkte me bythën e shpume apo jo? Po kjo koka qerosi që mos ka të bëjë me cicën e asaj që ishte kështu e bomës, ishte bomës, ishte. Po, ska. Po këto dhëmbët e shumtuara mos kanë të bëjnë me i dhëmbët s'ka lidhje me asgjë. Thjesht i kanë fëmijët. Po bullët që i kishin me pjellën asaj. Edhe i passh me jetë dhëmbët. Po, shikshim me bullët. Nice. Po shjove, nuk mendoj se quhet. Po pra, po nuk quhet përdonim, mendoj nëse e ke shijuar. Përdonim përderisa unë nuk e kërkova. Po të pëlqeu. Përdonim ajo ka Ky nuk e kërkoi, edhe? Mirë edhe kjo gazetarja. Çfarë është kjo goca për fëmia që janë goca plagoj që i futën në emision kështu ka bërë Top Albania plagoj se nuk ishte si më mbush atë programacionin, e kishte shumë bosh dhe futi këta goca që ishin me një program shizon topi më duket, goca me inteligjencë shumë të lartë dhe IQ shumë të lartë. Artificiale. I boni bash plagoj dhe i jepi rrok të majme dhe i mban në një emision tani kanë bler gjitha bartë ja bëjnë këto. Okej. Po si çfarë thot kjo por? Nuk quhet përdonim përderisa shijove. Po, pra, domethënë nëse ti kap me zor i femër plagë, për sa kohë që e vjen largët edhe i pëlqen ndoshta deri diku, ajo nuk quhet përdonim. Mos ndalo. O njeri me kapuçën kokë. Lutem ndalo dhe mos lutem mos. Ti nuk do ta dëgjosh, do të vazhdosh për sa kohë që e shef që Të lutem o djalë me kapuçë që nuk më tregon as syt. Mos ndalo. Po më fut deri në fyt. E po më rime është. Të lutem ma futet edhe në byt, të lutem. O djalë. Çfarë do bësh tani pas kësaj? I qiet më futet ka ngojë se po marr vesh. Ka ngojë. Çfarë do bësh tani më futet ngojë? Do më futesh prapë ke. Jo, thotë ai, kur të prishin prish këtu thotë kjo. Edhe kjo imagjino se ai që eksituar është, nga që ky nuk është se ka vesh fare, është ka ul pantallona. Edhe kjo thotë, "Ok, po tani do t'rregoj dhe cica." Nuk e tregon fund. Ai ishin dje, tamam, dje dhe ka cicën e ndërkohë që ky po përdon. Lutem mos përdono. Nëse ne televizion sa po detaj. Ti nuk e kërkove për shijove. Shiko, intelektualisht ajo ishte më superior. Pra ajo kishte forcën për të bindur mua. Tepër seksi. Po pra ja të ka bindur, nuk të ka marrë me. Ajo tepër seksi thotë ky, kishte edhe forcën për ta bindur. E kupton çfarë thotë kjo? Është gëmbur me njërin që ka qiu, që ka qepë madhe se ky.
E sa seksi ishte ajo Mamacita. Po Lea Teti, pa ajo është Mamacita seksi dhe shumë intelektualisht shumë e përgatitur. Shumë e zgjuar. Roberta Liajn Dragojn. Po këtë 17 vjeç, 16 vjeç. Gjende ty leperush. Unë do ta qifte. Drago donte. Dhe do ta mbysëm pjellën dha. Do të arrasën gojë sa mos kërkoj më. Mos më kërkoj më pjell. E kush ishte kjo? Nga i gjeti, jam kurioz, apo se tregoni historinë? Nuk më bie, dakor, vjen çik me zor se më nxori ke dera e lokalit që dasëm, më nxori aty ke dera e lokalit. Se ata këtë kam në memoriat e mia. Ajo ishte shkolla e partisë. Shkolla e partisë. Po s'ka qenë Shqipëri më burr. Te shkolla e partisë më. Po pse që nuk ka lup se shqiptarë do thuash ti? Ua, shkolla e partisë thot më, nxori ajo ke dera plot se ishte dasëm. Po, ajo ishte shumë, imagjinosh sa e zgjuar ka qenë ajo. I tha mesën verë, kose vetë tha, më hiqi këtu ke dera çuni 16 vjeç. Më hi fort ama. E fute sikur jemi ne vetëm ne dy në botë edhe unë jam pjedhe vetëm një të qirë, ai shumë fort. Forcë tua nga ty. Lutem. Si të tras? Forcë që vetëm një 16 vjeçar mund të më jap. Po, një 16 vjeçar që s'ka buk me ongër se shko ka qenë koha atëherë plakse. Po, normal. Bicepsi më i madh shkonte 20 cm diametri. Kështu që ai ishte nesër. Myte. Myte Berti. Me ferra kështu, sa ishte një garë që futet shkolla. Ndodhur në natyrë? Përpara zogut zi lokalit, po në natyrë. Po tani në një minutë, ajo që të më çonte mua nga lokalit, kalonim rrugën e Unazës për të futur ferrat. Me qenë ke Unazë ke zogu zirë. Po, ajo të shi, imagjino plako, ajo i ka dhënë dorën ti me kalu rrugën, edhe ka qike zogu zirë. Në më thënë që ky mos ta shtypse në makinë atë kohë masë, s'kishte shumë makinë. E kupton ku ka shku më bëri. Hajde me tetën këtu. Ja, ky ai ka dhënë dorë, përse ky ka thënë atë bëj çik shurrën mendin nga rruga. I ka thënë që ti teta po të bëhet shurra pa se të ndihmoj unë, ka kalu rrugën e ka marrë për dorë dhe ky atje. Po s'kene. Ndërkohë që ka bërë shurrën plako, gjithë këto i ka fantazuar dhe shprishur më. Po, vërtet. Ai është duke sikur ajo ka dhunuar plak një familje, ka thënë, "Oh, prishet vjen teta, ç'është shurrë." E bashkë ke qenë teta që jam shumë e zgjuar. Zgjuar se ty. Kam manipuluar gati. Për dhunim. I pastër për dhunim se do marr ato të partisë. Gjë, se interesant, si ekspozoi veten. Do ndodh një proces në mendjen time që ku po shkoj. Pra, kisha dhënë un kota gjykoja ta lloja të lako. Të zgjidhje. Dhe mbi të gjitha të solli dhe me këmbë të tua. Po një femër që është ato pjekuri, ato gjendje. Çfarë energjia, pse keni ide? Ajo nuk Çe do më bëj 60 vjeç kishte energjinë e saj. Çfarë energjie kishte ajo më? Ishte një, e ti si qunë atë? La Furia. Furia Cavallo del West. Po, ishte si pel, si Mamacita. La Furia, po, La Furia Pela. La Furia Pela. Pela. Se molto pela. I thot Cali Pela. Pela. Ose si që thënë të francezët e bërë. Pella. Pella. Pele. Shef një femër. Nëse. E kalove nga Brazili, kot. Jako. Të zgjidhje. Dhe mbi të gjitha të solli dhe me këmbë të tua. Shikoj, po një femër që është ato pjekuri, ato gjendje. Çfarë energjia, pse keni ide? Ajo nuk të lët, ajo të merr frymën. I shef një femër. Ajo të merr frymën. Më falë, po çfarë shpjegon këtyre kalema jo? Çfarë po thon? Se kuptoj, nuk kuptoj. E bukur e pilla e plagë që ka ndodhur në kaluarën tënde. Është që askush nuk e di si janë. Ai mund të ketë qenë zhulsja më e madhe. Mund të jetë momenti më varikar aty dhe ti mund ta shpjegosh çfarë femër ishte, por nuk ta shpjegoj, po s'ka pa femër si ajo në jetën time më burr. Që ti e di si kam. Po vërtet, kam pas dhënë një femër si puna kësaj, që të miste. Po, në drejtë, Ishte emrin Bela. Kom, kështu bazu e rëgjë. Edhe kështë shpinë këtë pazari. Kështë emrin Bela Furia. Furia më ka qenë origin. Kështë një zogu vjetë. Mami kështë shumë bëntore. Jo, ti që i lijet gjithë. Nuk ishte këtë zogu, ajo kështë shpinë afer, ka që pasin një zog i bardh aty. Ka pasin një tip skulpturë e vogël i zog i bardh në aty.
tip jeri kuzhinë. komplet I bardhë, si që nëzoj me pak pen gri. Po. Po jo se Jo ishte këtë zoguzia, se s'po them këtë Po s'ka shanse që të qia ke zoguzion. Po. Edhe kam qenë zafurra. Ka fare. Kerra. Edhe po ishim me E i gjë datën zafurra. jo të partistit, nuk të parti, po ti thua, ishim me I parti. Ha? I parti të dasmis. Kujt më? Pare kare. Nuk e di, Po martoj nuk e di dasmi. ku ishim. Se aq tap kishim bo dhe kishim pi, po ti e di që unë e maj. Si bë dhe Edhe gëdro. ka problem. Po keq E fare. gëdër në banjo me këtë plako, kjo nuk e di, Po. unë një, kjo 3. Po. Një vizun kjo kjo leshe- 6. Po le që ishte gjitha I trup. Gjitha Që e mate, femër, bo. merrte Po, frymë. plak, 200 kg femër, plak. 200 kg femër, ajo ishte tamam si nga ato. Që quhen Shi po bullozera. 2 metra, 2 metra e 7, 2.7 e gjatë. Si quhen ato plak që shtrojnë, po pra, që shtrojnë rrugën, që shtrojnë zifsin. Boti Bullozera. mutit. Boti. Bote mutin kjo plak. Jo, boti mutit. Ishte sa boti muti që mblidhte mutin në për Ish me depozita. botin. Ah. Ish me botin. Ish me botin. Boti ish me jarin, boti ti muti. O plak, unë po plas për një eksperiencë time tu, ti shkon ke më bete kari. Ja grabot. Edhe e kur të shtrinte kjo sirë plako, tamam bëhesh kështu. Inzekti ziti. Pa qafë. Po, është tapet. Le që qjarë çfarë pjedhe kështu vertikale. O plako, edhe ty kuptova që një femër Jo, 200 kishte kg. pjedhe kështu horizontal, plako. Kishte kështu që kur hapte komët I ngushtohej. Çfarë thumë, nuk ka mundësi. Po për zotin, por me pjedhe horizontale pela mutet 200 kg mbi pesh. Po. A plak, aty kuptova që një pjedhë 200 kg mbi pesh të mytë, të merr frymë. Po të mytë edhe po sa pjedhi mirë, ma, nuk e ke. Po e zgjutja, e zoti. Edhe Fillon mirë të fut në një gjë plako që duket që, domethënë që edhe ke njofi çik. Po e zgjutja. Po çaf E, për burr. plako, me atë kishë qetë bësh më që më bete plak, ku do hajmë sot? I kishe fiksim plako, kishe ato të bete, nga do hajmë sot? Nga do hajmë, nga do ikim. Ishte gjithë kohë se u rritur, po nga do hajmë, nga do bëjmë, që do ikim, po I gjë që ta them nga eksperienca, se nuk e dija sa eksperiencë ke ti me të 200 kg mbi pesh, po them që nëse ajo është ulë sipër teje plako, po lëviz ti thjesht po rri aty si mret, nuk ka shanse ta derësh jashtë. Po, e sigur. Por nuk ka shanse të derësh mren, po ta menosh. Je duke derë diku ke palat. Sa të si s'ma futi e mërë është kërda munde. Po, Ti që me ndonë se ke qia dhe pjedhë, më thënë ke qia shumë, ke bërë seks. I ke shi vetëm atë dhjomi. Por- Nëse gjë që tani këtë. Okej, hajde. Ikëm petlat, ikëm. Mami ajo? Mami. Edhe kur shef me ato linje të çoto fit, pyet se e pash duke kërcyer, mund kishe ik petlla pak më parë, pa e ditë ajo. Çfarë portonike pas ke ky më por. Ti kishte ik bella pak më përpara. Po, në 10 vjeçë, por, shpërtej në hormonat, plak. Berti është gjë që ka rezistu, por, që ka kalu dhe rrugën. Se ti isha une, aty në zda. Ishte nusë të kërcej me Londri për shumë. Unë duke Isha ngritë do me mes mamin. me spisës duke ngrej lofti mamin. Lot. Mama Ne dëgjojmë një tjetër video interesante që ka lënë në sy hapur prezantuesët. Haja. Nuk besoj që mund të ketë në një lokal sot në Shqipëri që të bëj 2000 kafe në ditë. Vetëm lokali i këtij. Nuk të me kafe në ditë? 2000 kafe në ditë. Allah. Po, Vini 500-600 njerëz dhe pishin nga 2 karë kafe në ditë. Nga 10 kafe në ditë. Ai po llogarit. Pra vinin diku ke 600 njerëz, thoshte ai pinin nga 2 herë kafe në ditë, doli mi 2-3 herë kafe në ditë, një për të bajt 2000 në ditë, ëh. E ky I thot nga 10 në ditë. Do të sa vinin 200 veta, pishin nga 10 kafe. Jo, Shqipi. ky tha nga 10 në ditë ky 600 veta. Për Ore, 600 s'pa kafe. marrë vesh. Sa veta vishin Jo, ditë e për 3 kiva ditë. motër. Dhe në sa orë ka dita, Jo nga gjithë mjesë kishin deri në- motor, I thot ky serioze. Po gjithë kishin motor. Ai është plako me gishtin ke mjeka, jo të gjithë kishin motor.
Po. Pra s'u ndeshje gjithë motrën, i shifsha motrën. Por disa të tjerë për shembull 2000 kafe në ditë. Po. Nuk besoj se ka lokale për këto apo jo. Shumë ja. Sa diun nuk ka. Shumë ja. Shumë ja. Shumë fare. Po, gjë. Vetëm kafe, pra tani topit, pra kafen unë e merja ke burri motrës tim. Ai prodhonte kafen. Ai prodhonte kafen. Ai prodhonte kafe bëhet në Bolivia, në Kolumbia, ne ose ku diun, në Afrikë. Ai prodhonte kafen edhe në qindre motrën. Por si tash janë skalete direkte. Po tani topit tani topit. Jo, tani topit është nga trova. Se një tani topit jo më plaq. Ishte gjeta topin e tanit, jo ka li topin dritani dhe bëti shumë. Kuj tanë bër? Tanë pacukut, unë veti dhe pacuk ja pikë supla. Tanë pacukut, topi tanë pacukut, më plak, që mate ka pacjen ai brazuka. Mamen? Mamen palukën? Ai me ftyrë shumë qakis që si. Oke. Nëse, gjë. Ma kështë të dhënë dikush tjetër. Filloj një moment tani kulmi i punës. Ore me ujë si Adili, apo s'pishin ujë ata? Jo, me ujë, patjetër. Dhe në një moment me ujë si Adili apo s'pishin ujë? Me ujë patjetër. Me ujë patjetër. Me lë të tregoj këtë prallën, lutu. 2000 kafe në ditë. Ishte njëti person që tregonte historinë atij që bëm ke podcast i kaluar. Ajo me zërojnë Po, aha, okay, right. Ky që person që hap kafeshin. Ekspresit të merr, ora 5:00 lokale ty të prishë sa dje teknikun. Më vjen tani topit se harroj si tani me bishtalet. Se tani që filluat deri në 5. Kish fillu prodhonte kafe për lokalet me bishtalet, edhe vjen tani më thot me bishtalet. Me bishtalet, po që të më besosh. Sepse Vjoca që tani ishte i martuar, ka qenë gjimnaste, ka qenë shoqja ime ke klubi Tiranës, ka qenë kampione gjimnastika, ka qenë yll e bukur. Dhe vjen tani më thotë më Fidel, a ke mundësi më thotë mund ta marrësh të kafen time? I thash unë, po unë e marrë të motra ime, ke burri motrës ta. Unë premtoj që do ta iqidhe. Burri motrës tate punon për mutane. A ke mundësi ta marrësh kafen time? Jo, do të shidhe në motrën, që ti të marrësh prapë ke burri motrën. Po ku po shkon deri ke motra më tani, se kemi përballë gjithë të burra. Të kalor që e ka unë, apo... Më tani. Po çuj, kaloni këto, nese, gjë. Ti tha, por unë të mund të marrë përsipër një gjë, të bi ekspresin e ritha, të bi filxhanët, tha, dhe ty nuk do të prishet kur si shte shprishur sot. Që nuk të prishet kur ty? Espressi. Si, u bin këtë direkt. Ishte prish espressi këtit, dhja i thas, Leon ty tha me espress të... Me 2000 kafe dita prishet e i shkrete? Qa, thomë, po këtë Leon ty tha i për me espress... Po prishet edhe aji më i miri. Me edhe më i mirë prishet kollaj. Kishe më profeto? Jo, ka që kisha plakot... Ka që kisha neve shumë shpejt dhe mbyllim podcastin, ju duam shumë, jeni shumë të mirë. Mos harroni të mbështetni podcastin në Patreon, sepse aty do lloj mbështetja vërtet, parat që ne mbledhim shkojnë për fëmijët me për pelat në Valbon. Po, për pelat në Valbon, bravo, faleminderit që më kujtova se ku shkojnë. Ato pela, ato kuaj që si ecën la vita e pela, siç është dhe shpreha e njohur. Pele Oasha, ka pasur kënga e njohur e këngëtares së njohur Luana Vjollca. Mamen Pele Oasha, Pele Oa. Nuk di se nuk i eci ajo këngë. Pa, kush ta eci? Kush ta eci? Ignorant njerëzit që s'dëgjojnë apo. Nuk di muzikën vërtet. Nëse vetëm do luaj vetëm një gjë. Më shkruajti dikush plakon, nxora një djalë në story, nuk kam shkruajtur asgjë, vetëm nxora një dyqan lulesh në story. Dhe shoh që më kishte shkruajt pronari, ky tipi që ishte duke bërë këtë reklamën, e kupton? Oh, sa mirë. Po, gjë. Tani dëgjoj shumë kontent. Nuk e di çfarë e femër, më shkoll. Po, pas që më kishe hedhur video në story. Që më mira është ta heqësh. Më mira fare se ne nuk kemi përfaqe me meme.
që mos kemi probleme të tjera që të të vëmë mirës nga mbrapa të të gjejmë ku se nuk është shumë e vështirë. Me sekonda bëhen gjërat. Kështu që priste më mirë kuptosh. E që ka korca për. Thjesht them faleminderit se ky është një momenti që ne më vërtet të mëdhenj për veto që marrin kërcënimin e parë. Po, drejt. Rregulloj që mikrofonin se i udhë. Tani kuptova. Ku fillon goditjet nga Korçarët, këtu dallohet që neve ja kemi dalë në farforme. Tani mere, po ne kemi Korçarët të gjejmë për një herë. Më pëlqeu mënyra se si u mundua, do të thënë, pa çka se më kërcënoi. E zbuti do tha, të dëgjoj shokun tënd. Si fillim tha më ora veshë që ne nuk kemi faqe me meme. Ishte një sekond atë. Se për ndryshe për ndryshe brenda minutit, sekondit të gjejmë. Edhe do të vëmë njerëz nga pas. Punë në sekundi. E kupton që faqja e luleve do na vej njerëz nga mbrapa, faqja e luleve. Faqja e luleve në Korçë do na vej njerëz nga mbrapa për të na gjetur. Shiko, o profet, nëse këta do investojnë më të lek ke kjo faqja e luleve. Nuk kam se mërzitet ne, apo jo. Po ne i bëm reklam se nuk i kam thënë asgjë, se ndryshe nëse do i thoya diçka. Po unë thjesht e postova aty, ai thjesht pa që ishte faqe meme. E pati intuitën e mirë. Lulet në funeralin tonë, besoj se kemi falas, besoj. Po, sigurt, po e vërteta është që ata duhet dinë që ne i bëm reklam falas. Kështu që na detyroni, pagoni që t'ju heqim, pagoni. Nese se zot flas. Nese na mbështesni në Patreon, miq dashur, dhe ju që na urreni dhe ju që nuk na doni, të gjithë ju të tjerët pastaj që nuk keni mundësi, mund të thjesht ta shpërndani podcastin dhe ta dëgjoni në të gjitha platformat e podcastit që ekzistojnë. Nëse nuk ekziston në platformën tënde që ti dëgjon podcaste, na shkruaj dhe ne do bëjmë të mundur që edhe aty ta dëgjosh. Puç kolo puç, subscribe dhe na jepni një rating në Spotify. Ika Lucifer. Po, patjetër. Ik profeto. Ciao. Lulet i ka mund sot. Lulet i janë. Jo i ka ai si ke ti, okay? Ti i dekun. E më mirë, unë kanë dekun. I dekun.